Përshëndetje, unë jam Besniku dhe këto janë 10 përgjigjet e mia për Yellow Talks. Nëse do ju kërkohej ta përshkruani ekonominë e Kosovës me një fjali të vetme, cila do të ishte ajo? Ekonomia e Kosovës është një potencial i jashtëzakonshëm, por që fatkeqësisht bëhet i ndrydhur si rezultat i politikave të gabuara zhvillimore dhe mungesës së një vizioni edhe të guximshëm për edhe avantgjatë. Cili ka qenë momenti kur ju personalisht e kuptuat se diçka thelbësore në modelin ekonomik të Kosovës nuk po funksionon? Ka qenë momenti kur e kam kuptuar që ne në Kosovë kemi një problem me varësinë. Varësi nga importi, varësi nga tregtia, varësi nga konsumi, varësi nga dhuratat e institucioneve, varësi nga të njohshmit, varësi nga tenderat, e kështu me radhë, dhe kjo ka shndruar mentalitetin ton të tillë që duke qenë të varur nga këto elemente, ne kemi krijuar edhe një sistem i cili ka ndërtuar një ekonomi me një strukturë të varur nga importi, gjë që ndikon në daljen e parave tonë jashtë vendit tonë dhe na krijon le të themi një disbalancë të mundësive tona për të zhvilluar për shkak se thjesht jemi të varur. Cili është problemi ekonomik i Kosovës që askush nuk po e flet hapur? Mendoj që problemi jonë kryesor, për cilin nuk po kemi guxim për me fol, është guximi për me vepru. Në çfarë kuptimi? Guximi për me ndërtu një ekonomi që varet nga prodhimi dhe eksporti dhe jo nga importi dhe konsumi. Krejt po folim rritje ekonomike, modeste, e lartë, kështu me radhë, mirë po nuk po folim se cila është vlera jonë si ekonomi. Apo folim për rritje ekonomike që po bazohet në konsum, apo për rritje ekonomike që po bazohet në një vlerë që ne po e prodhojmë, po e krijojmë pra, dhe po e eksportojmë në mënyrë që të hyrat nga shitja e kësaj vlere të vinë në vendin tonë. Ne po bëjmë pikërisht të kundërtën. Po e çojmë paratë tona jashtë vendit tonë për shkak se nuk po kemi guximin me vepru në drejtim të fuqizimit të prodhimit vendor dhe eksportit. Nëse sot një i ri do t'ju thoshte, dua të ndërtoj një të ardhme në Kosovë, a do ta inkurajonit apo do ta paralajmëronit? Pse? Sigurisht që pa menduar dy herë do ta inkurajoja fuqishëm secilin të ri, secilën të re në vendin tonë që mendon me zhvillu të ardhmen e tij dhe saj këtu, që të punojnë në Kosovë, që të ndërtojnë Kosovë, të prodhojnë Kosovë dhe të zhvillohet në Kosovë. Kosova është një nga vendet e pakta në kontinentin evropian që ofron mundësi si askush tjetër në shumë drejtime, në drejtim të biznesit, në drejtim të le të themi internetit, ku gati 100% e gjithë vendit tonë është ka qasje plotësisht në internet, në drejtim të kapacitetit të trive, të njohjes së gjuhëve të reja, të lidhjes me gjithë botën. Pra thjesht nga koltuku mundesh me bë biznes, mundesh me kry shërbime, nga rahatia dhomës gjumit për gjithë botën. Kjo ekonomia që i themi gig economy është fantastike sot, sidomos për të rinj, pa pas nevojë me ndjek vetëm oraret e rregullta të punës. Por me këta vjen edhe rahatia. Mos rrini të mbyllur në shtëpi dhe mos u ankoni online këtë ditën. Shfrytëzoni kohën, mundësitë për me u zhvillu vetë, në mënyrë që edhe zhvillimin në Kosovë me pat vlerë për juve. Cili është gabimi më i madh që politikat ekonomike të pasluftës i kanë bërë këtij vendi? Mendoj që gabimi më i madh që nga pas lufta që kemi bërë me ekonominë tonë ka qenë qasja e gabuar e politikave, jo vetëm kuptimin zhvillimor dhe strukturor të ekonomisë, mirë po qasja politikës që nuk ka shku për te interesit të momentit, interesit të qastit, individëve dhe grupeve të caktuara partijake. Në vend që t'i qasemi në mënyrë strategjike ekonomisë nga gjenerata në gjeneratë, ne kemi shkuar me atë qasje në shpërndarje së paras për përfitime të pojena politike nga zgjedhjet në zgjedhje. Nëse do të kishit fuqi të plotë për 12 muaj, cilat 3 reforma do t'i bënit që do ta ndryshonin realisht jetën e qytetarëve? Fillimisht na duhet një analizë gjithëpërfshirëse për intervenime strategjike në ekonominë tonë, duke u nisur sigurisht nga përpunimi, nga prodhimi dhe nga shërbimet në ekonominë e dijes. Këto janë dy fusha strategjike në të cilat duhet fokusohemi në mënyrë që të krijojmë vlerë të shtuar për ekonominë tonë. E dyta, një ndryshim rrënjësor, qoftë nevoja dhe revolucionar të sistemit të arsimit tonë, jo vetëm për të shtuar smart board-ën e përklasa, po për t'i përgatitur nxënësit e sotëm që të përballen me një realitet të ri,
për fat të keq, akoma nxënësit në shkollat tona janë duke mësuar me një sistem për një realitet që më nuk ekziston tek ne. Dhe themi reforma e tretë duhet të orientohet në mënyrë më afatgjatë, më strategjike, që kërkon shumë më shumë punë dhe kohë, është orientimi në sigurimin e një stabiliteti të investimeve në vendin tonë, ku përfshihet infrastruktura, energjia dhe sundimi i ligjit në mënyrë aq strikte saqë të mos bëj përjashtime për askënd. Vetëm kështu mund të sigurohemi që investitorët vendor, por edhe të huaj në vendin tonë e mbajnë dhe sillin kapitalin këtu dhe nuk kemi rrjedhje dhe ikje të kapitalit sikurse ka ndodhur në vitet e fundit. Pse Kosova prodhon më shumë konsumator se sa prodhues? Sepse për fat keq ekonomia jonë është orientuar drejt konsumit, drejt importit, për shkak se është një qasje më e lehtë, më e shpejtë, na nuk prodhojmë, nuk eksportojmë akoma mjaftueshëm, i kemi edhe statistika që mbështesin këtë, sepse prodhimi, eksporti, krijimi i shërbimeve të reja kërkon më shumë kohë, mund dhe durim. Kurse në anën tjetër, konsumi, tregtia, importi janë pak më të lehta, pak më të shpejta dhe këto kanë krijuar një mentalitet të le të themi me bë parë shpejt, me kry punë shpejt, gjë që neve po na pamundson me ndërtu një ekonomi afatgjatë. Apo e humb Kosova shansin e saj historik për zhvillim, apo ende nuk ka filluar loja e vërtetë? Realisht kjo lojë nuk ndalet kurrë, mirë po nëse shohim ato trendet e zhvillimit të ekonomisë në situatat dhe në fazat e ndryshme, Kosova gjendet në një situatë ku ne nuk i shfrytëzojmë mjaftueshëm resurset tona dhe historia do të na mbajë mend për këtë. Është koha që të nisim një lloj lufte agresive për zhvillim ekonomik, sepse zhvillimi i teknologjisë, zhvillimet e trendet e tjera të ekonomisë globale nuk na presin derisa ne të mbushemi mend që ta duam vendin tonë edhe me letra, edhe pa letra, edhe kur fitojmë, edhe kur nuk fitojmë. Cili sektor ekonomik në Kosovë ka potencial global, por po trajtohet sikur lokal? Mund të them që një nga to është përpunimi, prodhimi, por po mbahet shumë i ndrydhur për shkak të një mendësie më familjare. Kosova nuk ka një histori shumë të gjatë të ndërmarrësisë me gjenerata të ndërmarrësve të ri, pra që përcjellen biznese familjare, po jam shumë i sigurt që ky sektor lokal, që shihet akoma si lokal, mund të zhvillohet shumë shpejt kur gjeneratat e reja të marrin përsipër udhëheqjet e ndërmarrjeve të veta familjare dhe të synojnë tregun global. Në anën tjetër është edhe një sektor që na po e shohim më shumë si hobi se sa si një sektor strategjik i zhvillimit. Dhe këto janë shërbimet e IT-s, shërbimet e tjera digjitale, ekonomia e dijes, gig economy, ku kemi shumë freelancer, shumë të rinj të reja, që punojnë paralelisht për më shumë se sa një kompani nga rehatia e shtëpisë tyre. Shteti duhet ta shohë këtë si një çështje strategjike dhe jo ta lërë vetëm në mëshirën e ndërmarrjeve individuale të këtyre trive, por t'ju ndihmoj t'i mbështes që të ndërtojmë një sektor të qëndrueshëm dhe të fuqishëm për një vend që ka një ekonomi kaq vogël si Kosova. Kur historia të gjykoj këtë periudhë ekonomike të Kosovës, çfarë mendoni se do të thotë për ne? Para së gjithash, do të na mbajnë mend për mungesë guximi, për të marrë vendime të vështira në një kohë ku bota po lëviz shumë shpejt. Jo vetëm vendime të guximshme, por ne po marrim edhe vendime të gabume që po na drejtojnë drejt dëmeve të pariparueshme dhe të shumta ndaj vendit të ekonomisë tonë, kryesisht në kurrizet e qytetarëve dhe të njerëzve tanë. Historia ka me na mbajt mend si ajo gjenerata që ka vazhduar me thënë ka mu bo mirë. Ka përfundu kjo kohë, duhet me fillu me e bo mirë bashkë.